Jemi mbledhur sot para Ministrisë Bujqësisë, ne si shoqat e prodhuesve të qumshtit, në përkraje të fermerëve tonë, antarësisë sonë, për punusve, pikave grumbulluese të qumshtit, të gjithë akterëve, grupeve të interesit, sepse ne jemi prodhues këtij vendi dhe prodhojmë qumsht për këtë vend, për këtë popullat. Tash një vit trokasim në përdyrë të shtetit, duke njoftuar ministritë përkatëse lidhur me gjendjen e krijuar në këtë sektor dhe duke kërkuar të mirën masa që garantojnë investime dhe siguritë të produkteve tona, që të kemi konkurrencë të barabartë dhe jo importe me çmime të subvencionuara nga Serbia, Bosnia, Maqedonia, Veriut dhe i tërë regioni. Të gjithë ju jeni dëshmitar të këtyre produkteve dhe na akuzoni neve pse ato produkte shiten në raftet tona me çmime shumë të lira. Andaj, kërkojmë urgjentisht, për shkak se prodhuesi vendor është në një situatë të palakmueshme. Sot e 4 ditë bëhen që ne nuk kemi ku ta dorëzojmë qumshtin tonë. Shumica këtyre prodhuesve kanë qenë fermerë të vitës që kanë dorëzuar qumshtin te qumshtoria Vita. Është e vërtetë, por një gjë duhet ta dinë populli. Qumshti Vita është i Kosovës, nuk është i Serbisë. Ne si qumshtore më e madhe në Kosovë e grumbullojmë 50% qumshtit Kosovës. Të gjithë ta bujq e sjellin qumshtin te ne, mbi 100 mililitra në ditë. Disa ushtarë të Facebookut që janë dalë të Facebook edhe po folin domethënë pe baltosin këtë fermer, këtë punëtor, edhe gjithë ata punëtorë të cilët e prodhojnë qumshtin edhe e përpunojnë qumshtin, ju bëj thirrje sa më parë ministrit të bujqësisë, AU-vit, të dalin me rezultate ato të cilat i kanë gjetë për prezencën e qumshtit plun që nuk ka qumsht plun, edhe këta e di që nuk ka qumsht plun, le të dalin me rezultat sa më parë, edhe për analizat e qumshtit Vita, i duhet me javë analiza me darë rezultati.